Kompania MEB LLC, që është e regjistruar në ARBK që nga viti 2016, ka ndryshuar disa herë pronarët. Në historikun e pronësisë që ARBK ja përcolli betimit për drejtësi, kompania ka ndryshuar pronarët brenda familjes. Aktualisht, pronar është Uluaras Damka, djali i shefqet Damkës. Po, vjen më konë më erët pronar, po tani ka kaluar një më temë. Ashtë e ka që ka pasë që probleme edhe, mos që ka pasë që probleme, ka kërë një më temë. Kjo është diska normale edhe kjo është që pas ligje këtu nuk ka kërgjë, kërpar mos më konë na i tenë pa ligjë, këshë mujtë me ndryshë pronarin. Shefqet Damka thot se pronar është ai, por se emri djalit të tij, Uluarasit, figuron në ARBK. Ai thot se ndryshimi i pronarëve në ARBK nuk është proces i jashtëligjshëm dhe tregon se pse ka ndodhur ky proces. Kompania është, maybe është për 2015 kompania që vepron. Ajo konë emën temë në atë kohë. 2018 u desh me marë licencimin, mu licencu nga në ministria. Unë e kum pas do raste rrymës, për që kum lidhë do rrymë pa autorizim, kanë këput rrymën 2017-2016, kum lidhë pa autorizim, gjukatë. Edhe kum pas një rastje për shpongje tatimit ma ershëm për një kompani, po ato kena dalë, jënë kry ato, po qatë period alau jënë konë proces. Edhe kol që i ki një rast të gjukat policisë, s'ki mujtë mu pajis me licencë. Zdi sa po në kupton. U detyrova me qitë në më djallit. Djalli u konë djallit malë, anëllit. Anëllit, u konë djalli malë, kum qitë në më datina, një period ja 2 vjeqar në më tati u konë kompania. Tani, djalli malë konkuroj me një punë shtetror. Me një punë shtetror. Po, aty në konë kriterat që mos ketë në i biznis, ose ortaki në i biznis tjetër, për me konkuru. Edhe u detyru, me ek për anëllit, me qitë Arasit. Arasio, djalli jemë, djalli vogël. Për qatë arsye, kena ek për atina, kena qitë djalli tjetër, edhe konkuroj. Po, s'pat fatë, po, na jena familjar, firma është familjar. Pa marë parasysh a është anëlli, a është shefqeti, a është djalli, a është qika, na kretë është firma familjar është. Në OSHP thonë se në rastet e ndërimit të pronarëve ka vakum ligjor.